Lajm tjetër, mos e vendosni akoma foton, më leni t'ju pyes, cili mendoni ju që është qyteti më i sigurt në botë? Japonia. Qyteti më i sigurt në botë? Shteti më i sigurt Japonia. Po, Tokyo. Pra jeni të dy tek Tokyo si qytet, Japonia si shtet. Jo, është një qytet që Ornela nga ty po prisja ta thoje. Se ti dhe ke qenë, e ke qef? Po, mendo pak, është pak nga Arabia. Dubai? Abu Dhabi. Abu Dhabi? Abu Dhabi s'kam qenë, po... Abu Dhabi është pallur për të disa, tani mund ta kemi dhe foton, Abu Dhabi është pallur për të disa vit radhasi si qyteti më i sigurt në botë. Po të shne atje ka që siguria madhe? Sepse të pritet dora. Mirë, atje s'ka. Të presin kokën, dorën edhe... Nese, edhe Kuvajti do kisha thënë se ka rregulla shumë të forta, po Abu Dhabi është më... Se ti unë e di që Tokyo, se aty kalamajt ikin vetë në shkollë. Po, ikin pa prindër. Po si ikin rrugëve, është vendi vetëm në botë ku kalamajt ikin rrugëve dhe nuk i kthen kokën njëri. Plus niveli edukatës, plus... Okej, pra ju se besoni, e keni Jo, unë jo njërë. Nuk e beson, ti shëndron të Tokyo. Unë them që në vendet ku... Si ka qenë eksperienca jote? Sepse unë nga shoqet e mia kam dëgjuar që ka lënë një çantë super të shtrenjtë dhe nuk ka lëvizur. Unë kam parë Dubain, nuk kam qenë në Abu Dhabi, por mendoj që është e njëjta gjë. Mendoj që Dubai ka një jetë shumë luksi dhe mbas atij luksi fshihen makabritetet të frikshme edhe me femrat shqiptare. Po. Okej. Lajmi i fundit ne nuk përfshihemi në këto gjëra, shkojmë direkt te lajmi i tretë që ka të bëjë me puçi dashurinë. Po ç'pun kam unë shkreta, s'kam shkel këmba komande, s'kam ndonjë arsye.